Në qarkun e Durrësit, ndërsa procesi numërimit të votave po shkon drejt fundit, një emër që po tërheq vëmendjen është ai ish prokurorit Arjan Doja, i cili po kryeson listën e hapur të PD-s me 4835 vota preferenciale, duke bërë kandidati më i votuar i kësaj liste dhe thuajse i sigurt me një mandat deputeti. Por pavarësisht rezultatit të lartë, Doja është një figurë kontroverse me një të kaluar që ngre pikpyetje serioze për përfaqësimin në kuvendin e ardhshëm. Ai është dëbuar nga sistemi i drejtësisë për 15 vjet me një vendim përfundimtar nga Komisioni i Posaçëm i Apelit në kuadër të procesit të vettingut. Sipas vendimit të KPA-s të vitit 2022, ndaj tij u ndërprer procesi i rivlerësimit kalimtar dhe u vendos ndalimi i rikthimit në sistemin e drejtësisë në çdo funksion për një periudhë 15 vjeçare. Ndalimi ishte përfundimtar dhe me efekt të menjëhershëm. Arjan Doja u përjashtua pasi u gjet me probleme në 2 nga 3 kriteret e vettingut. Por një nga ngjarjet më të bushme që bëri emrin e tij më të njohur publikisht ishte atentati ndaj tij në 1 nëntor 2019, ku ai udhëtonte në makinë së bashku me Aleksandr Lahon, i njohur si Rumi i Shijakut, një person i lidhur me botën e krimit të organizuar. Kandidimi dhe përparësia e Dojës në listën e hapur të PD-s ngre shumë pikpyetje për cilësinë e përfaqësimit që do të kenë qytetarët në legjislaturën e re. Fakti që një ish prokuror i përjashtuar nga drejtësia, i përfshirë në ngjarje të rënda, është në prag të marrjes së një mandati parlamentar, është një alarm për publikun shqiptar. Rasti i Ndojës është një shtysë e fortë për një reflektim më të thellë. Kush po hyn në kuvend, çfarë përfaqëson këta njerëz, a është përfaqësimi i denj për qytetarët shqiptar?